Nëse flini më pak se 6 orë në natë, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Pagjumësia vendos njerëzit në rrezik ndaj sëmundjeve të zemrës, paralajmëron një studim i ri publikuar në Daily Mail. Shkencëtarët kanë zbuluar se fjetja më pak se 6 orë në natë rrit rrezikun e humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme te njerëzit që vuajnë nga sindroma metabolike e lidhur me diabetin, tensionin e lartë të gjakut dhe obezitetit. Sipas një studimi të publikuar te revista e Shoqatës Amerikane të Zemrës, njerëzit që kanë një sër faktorësh të përbashkët të rrezikut për sëmundjet e zemrës dhe diabetit janë në dyfish më të rrezikuar të humbasin jetën nga sëmundjet e zemrës ose nga goditja në tru se njerëzit që kanë pak të njëjta faktorë. Gjithashtu, pagjumësia mund të lidhet edhe me rezultate të ndryshme të problemeve të shëndetit mendor, ndaj edhe ekspertët këshillojnë që duhet të flini minimumi 7.5 orë gjumë çdo mbrëmje. Kështu do të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe do të evitoni gjithashtu edhe probleme të ndryshme.